eksperti sigurisë, zotri Bedre Lezi, por po e fillojmë kështu me zotri Bilalin. Zotri Bilali, një luftë e cila në çdo moment sikur fillon dhe mbaron. Realisht, çfarë dojnë këto dy superfuqi në këtë moment që duken kaq pavendosura? Po sigurisht, për shkak CNN apo edhe shumë mediume burime amerikane kanë menduar më së larti dje që do kem një përfundim, një memorandum të marrëveshje me Iranin, që realisht dul që një fillim i ri. Po më duket janë 3 mundësit për me mbajt opinionin në ethe. E para është goditje sporadike, siç po ndodh, siç ka ndodhur edhe sot. E dyta është një konflikt i grirë, i cili mund të vazhdoj ndoshta me muaj, mos sa me vit. E treta kuptohet një marrëveshje e cila siç duket duhet të arrijë një kompromis. Dhe kjo mund të jetë alternativa vetme që amerikanët nuk e ka fort merakun për mes zgjedhjet, sepse Trumpi dëshiron me politikën e tij, e cila shumë raste duket edhe kontroverse, por nuk është as budalla që mos ta di se si do vje fundi. Po kjo qëllimisht Amerika dëshiron që prap Pax America njerëz sa kuptojnë stabiliteti dhe dominimi. Po. Po thëmë, kështu tamam bukval. Dhe si thoni, nuk e di se do të vije fundi, bje kjo që Amerika nuk ka plan për ta përfunduar luftën në Iran rrjedhimisht, mund të ta humbas? Ja, shef, Irani është ja ta fitoj luftën. Ti mbjetoj kësaj lufte. Që deri tash e ka bërë, sa i përket nuk është dalë programi bërthamor, sa do të nuk janë tërheq bazat amerikane që kanë kërku iranianët, as kjo s'ka ndodhur, edhe gjithashtu nuk është ndryshuar regjimi, pra nëse shikojmë sa i përket dorëzimit, Irani është në pozicionet e tij. Uraniumi është çështje shumë delikate, nuk kryhet brenda një javë as një muaj. Do të tash i kem 3 muaj që ka filluar lufta. Nëse po flasim ende me ato anpushime të cilat thehen në shumë raste, do thotë që kemi një gjendje luftet 3 muaj ditë, nga 28 shkurti. E kjo, sa i përket asaj taktikës që ka menduar për shembull Mahmud Ahmadinejadin ta kenë një lloj pionit, i cili ai rastisht nuk e ka thonë Trumpi ne do vendosim për Ayatollahin. Ka është menduar në taktik. E dyta, ka informacione nuk janë të vërtetuara që Mesut Pezeshvili, presidenti, ka ofruar dorëheqjet e Ayatollahit. Sepse dominimi i forcave revolucionare islamike e ka edhe sektorin civil dhe vetet për çdo gjë. Dhe kjo mund të jetë pak pastaj një çështje krisje brendshme, por në pyetjen e juaj për uraniumin është një proces i cili nuk do të zgjidhet brenda 3 javësh një muajve. Do të shkoj një proces që mund të spaku 6 deri në 1 vit. Dhe këto bisedime, të cilat do të fillojnë edhe në nivelin teknik, do kenë shumë probleme, sepse ende nuk dihet uraniumi 440 kg a është në Isfahan, në Natanz, apo mund të jetë edhe në Fordoa, nuk është, këtë 2 pika përmenden, por Amerikanët është më rëndësi që fitoren të arrin që asesi Irani mos të ketë koka bërthamore. Dhe këtë do jetë aja çështja kyçe. Pika kyçe dhe më e rëndësishme do jetë pastaj ngushtica e Hormuzit, a do ketë taks. Amerikanët luftojnë që mos të ketë taks. Dhe kjo do jetë jashtëzakonisht interesante, por një dëmshpërblim amerikan do jetë. Dhe në fakt, një fitore dhe për Iranin duhet jetë, nëse do të stopoj programin bërthamori, duhet një fitore jaseteve të ngrira mund të jetë një lloj kompromisi që mund të japet pastaj Iranit. Shumë sa ne kryen me pare. Po, por është me të vërtetë Hormuzi çështja e cila i intereson Iranit më shumë, apo po e përdor Hormuzin si një formë e mbrojtjes së një sulmi direkt në Isfahan, atje ku edhe po i mbron rezervat e saj të pasurimit të uraniumit? Me të drejtë e parashtroni këtë pyetje, kjo ngushticë, kjo rrugë e rëndësishme detare është përdor nga Teherani zyrtar pikërisht për të ushtruar presionin cilin e ka bë, dhe me të cilin fillimisht shkaktoi probleme në sigurinë ekonomike. Ju e dini që për shkak të ngushticës së Hormuzit kishte probleme në çmimet e derivateve të naftës dhe vetë naftës, të cilët patën një impakt, sidomos në pjesën e industrisë. Dhe dyta që është relevante, besoj me përmend, është se kjo rrugë detare përfshiri edhe vende tjera në diskutime si Kina. Fiks, nga në të treta të fuqishme. 20% e transportit detar në këtë ngushticë shkon sidomos për atë pjesë, me çka e bëri, mund të themi, e alarmoj një angazhim ku SBA-ja u ul me Kinën për diskutuar dhe rreth
kësaj rrugë. Thjeshtë, me këtë ngushtic, Irani arriti ta përfshi Kinën bisedime dhe ta mund të themi ta përfshi edhe nevojen e SBA-ve për ta ndryshu qasën në raport edhe me aleatët e saj në atë pjesë të mos Japonia. Megjithatë, ajo që dihet sakt se ka pas progres. Ju e keni pa që, për shembull, në këtë ngushtic kanë fillu qarkullimet, në ndryshu problemet e furnizimit me energji, kemi dikon parafërsisht, dikon gjysero më lirë se sa në tregun që ishte më parë, derivatët pritet janë në ramje sipër. Janë disa sinjale që për kundër vështërsive, për kundër Iranit që përdori disa metoda, disa forma për qenë në tavolin si një nevoj e trajtimit saj si kapacitet për të ushtru presion, mund të themi në aspektin e sigurisë, e ka rritë dhe një farforme, me gjithat SBA-ja kishte pritur. Ju do të premë një fakt që shumë interesant. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës në vitin 2019 është pa që e kish pas me një diskutim prej diskutimeve të tij, e kish pas pikërisht çështjen fjalë. Që sot do ta trajtojmë dhe po merret bota me këtë çështje, Hormuzin dhe pjesa më e rëndësishme e industrisë së Iranit që është në breg të kësaj ngushtice. Po, por sa lojtën rol realisht zotri Bilalli integrimi i këtyre shteteve tjera, për shembull kena pas të zëshme Kinën, kena pas ato shtete, edhe shtetet e vogla si Omani kanë qenë të zëshme për Hormuzin, ndërsa është vret impakti edhe këtu. Po sa është Hormuzi i rëndësishëm në ndalimin e një sulmi më të madh brenda Iranit nga amerikanët? Kërcimi ka pas edhe për sultanatin e Omanit në javën e kaluar. Për shkak të asaj iniciatives iraniane për menaxhimin së bashku me sultanatin e Omanit. Amerikanët shifnë kur flasim gjeopolitikën e përgjithshme, shumë pak, për shembull në Kosovë nuk është deshifru ai citati i Xi Jinpingut me kurthin e Tukididit. Asaj luftet peloponeze 421 vite para Krishtit. Etash, jo, ajo citat është i ka thonë hapër. Çka ka thonë? Sa? Po tash po. Dëgjojmë edhe një herë citat. Jo, ka të bëj me kurthin e Tukididit. Po, okej. Brenga e spartianëve për ngritjen e Athinës. Po. Unë jam Athinë, unë po ngritem. Ti ki brenga. Këtë ngritje që po bëj. Po. Dhe kjo tash një lider kinez, ti thot haptas presidentit amerikan, kjo shenjë që bota në aspektin, më në thamë, të gjeopolitikës të përgjithshme dhe marrëdhënieve ndërkombëtare ka filluar të ndryshon. Kinezët e dinë fare mirë, nuk është pyetje që ata kanë thënë, më në thamë, arsenal të armatimit në Iran. Ka informacione që kanë thënë realisht, ose për shembull ta zonë do shta dhe ndonjë elektronik e cila ka qenë shumë e dobishme. Bile thuhet që Khabar Shaker 4 kur ka godit ka qenë informacion kinez. Pikat, dhe ose momentin kur godet. Informacioni ka qenë për kinezëve. Mirë, këtu mund të dikush të po t'i atjes ja konë. Por, ka informacione tilla që... Po, të inteligencës. Dhe, vendet e gjirit, gjanden e pozicionin një arsekonisht të vështirë. Sepse, taksa është të kushtueshme për këto vende. Paramendoj Emiratet. Ekonomia atyre kalon kolaps. Po ashtu mos ta me pej Kuvajtit dhe Bahrainit e Katarit, mund të jetë pozita, po ashtu edhe Arabia Saudite. Dhe kjo taksë do të ishte e dhëmshme për këto vende. Dhe këtu bëhet lufta më e madhe. Etash, Amerikanët, më duket që është një lloj presioni i cili bëhet në aspektin e përgjithshëm në botë me informacione. Se do ketë një marrëveshje, do ketë goditje, mirë, kjo mund të ndodhë. Unë nuk po kuptoj një sen, zotri Bilalli, sepse u shkepëm shumë në kuptimin e informacione dhe është normale për një person si që ka shumë informacione. Po në thjesht, po tentona prej pozitit laikut me kuptu sakt. Në qoftë të se, ndikoj diçka ngushtica e Hormuzit në krejt rrjedhën e luftës, nëse ndikoj ngushtica e Hormuzit të cilën e zën iranianët në raportet e Kinës me Amerikën. Ne e dim sakt se ishte Trump që vizitoi fillimisht Pekinin dhe më pastaj 2 ditë më vonë ishte edhe Putini. Dhe krejt kjo na intereson neve çfarë ndodh në këto 2 takime në raport me ngushticën e Hormuzit, sepse ngushtica e Hormuzit po luan rol direkt në kuletën tonë në Kosovë. Ka ndryshuar çmimet e naftës për 30 cent ditët e fundit dhe bashkë me to edhe ditë të tjera, pra është shumë konkrete pyetja. A jemi pranë një momenti kur ngushtica e Hormuzit do të funksionojë siç ka funksionuar paraprakisht, apo po përshkallëzohen dhe thellohen konfliktet në mes lindjes dhe perëndimit, me që kështu e cilësuat që nga fillimi këtë betejë? Nuk ka pas kur ndalesë të tankerëve.
Ka pas taks të ndryshme? Ka pas reduktime. Ngushtica e Hormuzit ka pas... Pastaj era blokada amerikane, me përgjigj Iranit. Duhet jem i qartë, mund përsëritim ato për ekonomi globale, çka i kena përsëritur, i kena volë ato janë gjëra që mund vetë refresh. Dëgjom, është një mesazh i Trumpit i cili që u prit para të arritjes marrëveshjes. Po. Është e postuar GBU 57. Aja bomba e famshme. Po. Ju falemnderit iranianëve që keni vëmendje në këtë pikë. Do thot, po që se nuk e zgjedhi kështu, mund të zgjedhi me GBU-n. Me atë bombën dikon 4 tonshe, përgjithësi 14.3. Dhe kjo, shef, kjo trego shumë. Ajo që ka po pyet tip për Iranin, çfarë pasoja shka, është normale që bota ka hinë në recesion. Sidomos bërza sa i përket energjisë dhe naftës. Po kjo impakt i tillë, dihet çdo ku në botë, se është një pesta, mos i përsëritem ato gjëra, nuk është e vërtetë që janë të varur. Bili kinezët thuhet që kanë rezerva edhe për një vetë, se kanë ditë. E kanë ditë që do ndodh kjo. Dhe kanë qenë kujdesshëm këtë drejtim. Po, por edhe për çështjen e rezervave nuk jemi të rezervuar, sepse mund të jetë edhe propagandë kineze. Kjo rezerva jena në periudhën e luftës së Trelezi, këtu mas shumë të sot flet propaganda e cila ka për detyrë ta shtrembëj realitetin i cili po ndodh në terren. Por realisht në bazë të informacioneve tuaja, se ne kemi 3 lufta interesante, në fakt 2 lufta shumë interesante që po zhvillohen për momentin, është ajo në Ukrainë dhe është kjo në Iran. Të dyja e kanë një ndërlidhje njëra me tjetrën. Dhe të dyja po i lidhë tash me një takim. Pra, ishte Trump, paraprakisht Xi Jinping dhe pastaj ishte Putin. A ka ndonjë marrëveshje e cila është arritur në mes të këtyre superfuqive, e cila tashmë është në implementim, por ne ende nuk e kemi kuptuar dhe nuk po na thuhet se çfarë po na ndodh, ku po shkon drejtimi i kësaj lufte. Shumë drejt, Kroni, ne kemi folë për rendin e ri shoqëror. Dhe jemi dëshmitar të asaj se dikur kanë udhëheq globin 3 superfuqi, ka qenë SBA, Kina dhe Rusia, dhe tani, siç duket, po kalomin në një superfuqi të vetme dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mos të harrojmë se me fillimin e luftës në Ukrainë kanë filluar me ndryshu gjanat. Mos harroni faktin që pas koncentrimit të Rusisë në Ukrainë, dhe pas disfatës saj, sepse ju e dini që bota rrezikoi dhe kërcënoi nga Moskva zyrtare, e që në fakt deri me tani as Kijevi nuk është në duart e Moskvës, me çka SBA-ja avancoi në 2 drejtime shumë interesante. Sirin, një nga zonat të rëndësishme, qoftë në aspektin gjeopolitik, Venezuelën dhe më pas arrit deri te Irani. Dhe nëse shtojmë këtë dhe marrëdhënieve kinezo-ruse. Në mos SBA-ja për mendimin tem po sfidon realisht. Shiqo, mendimet e ndryshme janë shumë të rëndësishme për opinionin dhe ja i mundsojnë qytetarëve, shikuesve me pas edhe njënin krah dhe krajin tjetër dhe secili e gjen veten aty ku më së miri për shtatut. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës mos harroni se si e zgjun NATO nga zgjumi, se si e kthatën Evropën në një riorganizim jashtëzakonisht të madh të aspektit sigurisë. Se nisi një farë rivaliteti. Sigurisht, dhe më tani, pse i bëri këto? Unë ju kujtohet jam ndër të parë që kemi nda biseda këtu me ju, riorganizimin e ushtrisë amerikane përkatësisht forcave amerikane. Kur SBA-ja e siguroi se e ka një Gjermani të fuqishme, ajo po i lëviz vijat e saj, perimetrin e saj të sigurisë, po e dërgon Poloni, Ukrainë, domethënë është sikurse në luftë e ke marrë një territor, pastaj e siguron me forcat lokale, vazhdon tutje për me shtri perimetrin tanë të sigurisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jemi të sinqert, pavarësisht njerëzit e di që mendojnë disa ka nësot dishanë në diskutim në një medium nacional, ku një person thotë se SBA-ja ka dështu. Fakt, unë e vlerësoj shumë mendimin e tij. Pra s'ka fitu? Jo, unë e konsideroj fitore. Pra s'ka fitu sa do donte? Ja, ti sqarohemi pse ka fitu. Sepse kena edhe Venezuela, po. Venezuela është fuqia kryesore numër 1 e derivateve. Po, rezervave të derivateve që tashmë i kontrollon SBA, kjo është një fitore e madhe. 2 faktorë të rëndësishme. Monedat e krejt botës garantohen me dollar. Po me çka garantohet dollari? Me arin e zi, me naftën. Kush i ka të dyja këto? Tash i ka SBA-ja. Të jemi të sinqert, flas në mënyrë se si Kroni po tenton me shtru bisedën për më na kuptuar qytetarët. SBA-ja, dikur nafta, e dini pse ishte një fokus i madh i fuqive, sidomos Rusia dhe kinte nafta, për me kontrollu dollarin.
Dhe tani, dollarin e kontrollon dollari. Prandaj edhe refuzojnë ta shisnin me dollar, dojnë ta shisnin me rubla. Pikrisht, kjo është shumë e rëndësishme, sepse edhe njerë duhet të përsëris. A të gjitha monedat e botës garantohen me dollar, derisa dollari garantohet me arin e zi, dhe tani SBA kontrollon edhe arin e zi, edhe dollarin. Qa pëndodhë, sepse te kjo pëndodhë Zotri Bilali përmes përgjigjes tënde erë të pyetja dhe përgjigja konkrete ku desha. Pra, qka pëndodhë Zotri Bilali? Apo ndryshojnë polët saj përket fuqive? Një mendim tjetër që diskutuan paraprakisht, a do të thotë kjo që fuqin tjetër botërore e ka zgjedhur aleatin e saj Amerika rrjedhimisht po tenton ta zgjidh Kinën si alat, përderisa po e drejton dorën nga Rusia si kundërshtar. Që ta ketë një kundërshtar më të dobët, rrjedhimisht një alat më të fortë për kontrollin e komplet globit. Ki drejt parandorit ose fuqitë e mëdha kanë fillimin, fazën e rritjes, ngritjes, pikun më të lartë të ramjen. Po. Dhe tash nëse mendojmë janë këto gjona se cilat asnjëherë nuk ndryshojnë, është gabim i madh. Por ka qenë ai citati i Freddie Mercit që pat një replik me Trumpin, tha je poshtru në Iran. Edhe tash kur e thot një kancelari i Gjermanisë nuk është bash e rastishme. Mendoj që e kuptoj atë që mund të flasim për atë që ka shohmi, nuk flasim për atë që ka nuk dim, por me duket që rendi botëror ka marrë kajën e vetë. Dhe nuk është më, si të them në atë aspektin që një fuqi e gjertanishme mund sfidoj disa fuqi dhe nën fuqi. Ama të zoj Indin, të zoj Turqin, të zoj Brazilin, dhe do t'i kemi rënditjen e këtyre 3 fuqive, pasaj nën fuqive tjera, Evropën po ashtu, që ka probleme me qashin e një armatët të ardhshme. Dhe kjo të tëra të regon që në një farë mënyrë, Amerikanët janë deklaruar haptas, po që se ka luft Evropë-Rusi, hipotetikisht, ne mund t'ju furnizojmë armë, po nuk ponëm pjesë drejt për drejt. Dhe kjo të rego shumë. Por, e rëndësishme është të dim që poli jonë është diçka tjetër, ne ku i kemë ambicjet. Por realiteti dhe gjanja në teren është krejt dyrë, po flasë në aspektin global. Për shembull, BRICS-i lufton me mishë e me shpirë të mba Iranin. Rusët tentojnë që deri dikon për shembull është Kramatorska, atja ja pjesa që u mete e Donbasit, bazeni Donbasit, sepse atë sakun që ka të gjithë rusët për të marrë, për të grabitur këtë pjesë, që është me minerale të rralla dhe fuqia zemra Ukrajinës. Dhe thotë, problemet i kënë rusë i kanë 17 milione kilometra katror. Nuk luftojnë shumë për territore, luftojnë për pasuri dhe pikë strategjike. Dhe Krimeja kuptohet që e kontrollon pastaj detin e zi. Dhe këtu janë, shef, unë nuk e di ajo parolla që në 2029 në Rusia do të sulmon Evropën. Nuk ka kush kundërshtar që të kalëzo para kuo që në du më sulmu e mas një vjetë e 2 vjetë. Sidomos mas 3 vjetë. është paka shumë një qashti. Gjermant, apetiti tyre është në Pistoriusi, Borisi, ministri Gjerman, 2035, unë fani 39, Gjermania dhe jetë armata prapë me fort në Evropë. Si do arrin këtë dhe friga pasaj për francez dhe angles, do jetë qashtje që nuk janë shumë dashamirës. Po du me plëcu zotin Bilal në këtë pikë. Ne duhet e kemë gjithmonë parasysh pushtetarët, ose udhëheqësit e shteteve kur i adresojnë qytetarëve tyre, me siguri justifikojnë shpenzimet në rastin konkret Evropa, justifikojnë shpenzimet e tyre të mëdha në ushtri. Mos harroni se evropianët nuk ishin mësuar dikur me pagu për siguri. Fiks. Dhe tani me ndryshu, me pas një impakt në portofolin e tyre, në jetën e tyre, aspekti sigurisë, ka nevojë me komuniku me ta. Dhe këtë të adresime, dhe këtë SBA-ja ishte ajo që ja mësoi rrugën Evropës se si duhet me bindë. Në fakt, SBA-ja e nxjerri Evropën në tavolinë të bisedime me qytetarët e vetë se duhet me investu në siguri. Dhe sot, për shembull, jeta padyshim që në Evropë ka ndryshu. Pse SBA-ja dhe Spanja e Franca po kanë përplasje, sepse 2 shtetet, Spanja edhe Franca s'pa arrin me bindë popullatën e vetë, qytetarët e vetë. Do të arrin këtë efekt edhe në linjën e mesme, Elisa. Për sa kohë do duhet Amerika që ta mbrojë linjën e mesme, kur në fakt i shkakton kaq shumë turbulira. E drejta e vendeve të lindjes mesme për mu ripozicionu në krejt këtë tavolinën e madhe ndryshimeve globale është edhe kushtueshme. Mos të harrojmë një fakt se unë jam i bindur që shtetet e lindjes mesme më lehtë e përballojnë se vetë Evropa. Dhe janë 2 arsye kryesore. E para, mos të harrojmë se Evropa ka probleme serioze të aspektit të organizimit ekonomik. Për shembull, njëri prej problemeve serioze në Evropë është pagesa e pensioneve të pensionistëve për shkak fuqisë punëtore, derisa në lindjen e mesme është e kundërta. Në lindjen e mesme punojnë 5 persona për një pensionist.
Në Evropë tash janë bënë një mene, dhe këto mos harroni se këto janë çështje serioze. Derisa lindja e mesme, sidomos Emiratët, unë për shembull udhtoj shpesh në lindjen e mesme. E marrim një shembull shumë interesant, Emiratet e Bashkuara Arabe. I ka 11 milion banor. Pa dini sa janë vendas 800.000. Domthon ata akoma për atë 800.000 ka kontribut dhënës. Po. Mjaftueshëm derisa Evropa është në një stat, e sidomos Spanja. Në një situatë, duhet me i pa, unë për shembull kam përfundu Apollos në Universitet Amerikan shkencat e ekonomike dhe SHBA-ja në shkollën e të, në shkollën amerikane, mësohet se si ndryshojnë trajektorit e ndikimit ekonomik në përgjithësi në siguri. Siguria ekonomike është njëri ndër faktorët e rëndësishëm të aspekt sigurisë përgjithshme. Prandaj ndikimi në lindjen e mesme e Johana nderuame është shumë më i vogël i këtyre zhvillime dhe dëshirës ato vetë, mos harroni një fakt, më kam përmendur du ta ripërsëris. Me kërkesën e Arabisë Saudite, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin pas angazhime konkrete, madje Arabia Saudite i kishte thonë popullatës vetë dhe kishte thonë SHBA-s se Irani po përgatitet për me sulmu Mekën. Për mja këthy Alijës dhe me thonë... Po, si shbesojnë Shia, po. Dhe ju kujtohet vizita e Trump, veç pak dhe këthejmi gjonat në retrospektiv. Trump vizitoj Arabinë Saudite dhe lindjen e mesme, dhe unë bosh me dhurata deri se aprosetën e aeroplanin e veçantë në plan atë që ka me pasaj. Dhe në shkrujti kontrata triliarda. Dhe në fakt, kështë e marrëveshje për me ndodhë kjo një ranë. Okej, gjithçka ka një plan prapa, një koment fare për mbyllës Bilalit si jemi në fund. Ko shemë dhe i më mirë Emiratet e Bashkuara Arabe, kom drejten. Edhe Arabët janë pak knoqën me ta dhe din, zedhe janë jashtë 7 vende principata shejk, shtu dikon, cilët kanë jetën e qefit dhe luksit. Ata me qenë pak marak ledhet, sinqert, këshin pas një qasje tjetër ndaj palestinezve. Por sidomos Arabia Saudite, Bin Selmani ka dhonë për marrëveshjen Abraham një kusht vetëm. Normalizimin marrë me Izraelin në konceptin e dy shteteve. Dhe kjo qëllimi i Trumpit është arritja plus Turqisë dhe Pakistanit, që kanë refuzuar dyert, që nuk mund t'hin normalizim, sidomos Pakistani, që ka një qëndrem. Këtë shprej edhe me Rubion, jo, ministri Dar. Dhe kjo mendoj që linja mesme, ata 440 milion Arab, mund të thom drejten, edhe ata ka një hall. Unë nuk dëshiroj që edhe Zvernecit bëhet një lloj Emirati në Shqipëri. Vetë ka dhënë një sqarim shumë të mirë sot Rama, i cili natyrisht për gjithë ata që duan të informohen drejt edhe mund ta dëgjojnë adresimin e vet të tij. Faleminderit shumë Bilali, faleminderit shumë Elezi që ishi sot në program. Kënaqësi për herë të diskutojmë zhvillimet e fundit në gjeopolitik. Faleminderit. Shkputemi me publicitet, kthehemi vetëm pas pak me diçka tjetër.